Mijërat besimtarë ortodoks u mblodhën në katedralen Ngjallje e Krishtit në Korçë për të festuar Pashkën, një nga ditët më të rëndësishme të kalendarit fetar. Qyteti, i njohur për traditat e tij të thella shpirtërore, u shndrua në një qendër të bashkimit dhe lutjes. Mesha e shenjtë u drejtua nga mitropoliti i Korçës, Imzot Anastasi, i cili në mesnat shpalli ringjalljen e Krishtit. Në tingujt e kambanave dhe dritën e qirinjve, besimtarët përcollën mesazhin e shpresës: Krishti u ngjall, vërtet u ngjall. Sheshi përpara katedrales dhe pedonalja e qytetit u mbushën me qytetarë dhe vizitorë nga mbar vendi e diaspora, të cilët morën pjesë në këtë ceremoni të veçantë, duke marrë dritën e Pashkës si simbol e Pashkës për shqiptarë? Për shqiptarë dhe veçanërisht për korçarët, gëzuar paqe, harmoni dhe sa më shumë bekime në familjet e tyre gëzuar. Ju jetoni në Korçë? Unë jetoj në Tiranë, por jam korçare. Dhe keni ardhur për Pashkën? Marr për Pashkën. Si të duk atmosfera sot? Si çdo vit është një mrekulli më vete. Kjo sjell paqe vërtet të gjithë njerëzit kjo festë, sidomos për mua shumë e veçantë një herë, dhe ndaj bashkoj me urimin e gjithë korçarëve për gjithë ata që nuk janë korçarë. Të kenë paqe, mbarësi dhe gjithë mirat familjet e tyre. Nesër ku do festoni? Patjetër me familjen. Faleminderit. Faleminderit juve. Një urim me rastin e Pashkës. Krishti u ngjall, vërtet u ngjall. Le të jetë kjo ditë dita e paqes, e gëzimit dhe e besimit. Ju falenderit. Traditat e festimit vijojnë edhe në familje, ku tryezat mbushen me gatime tradicionale dhe simbolika të trashëguara ndër breza. Me të vërtet vezat duhet të çahet që ta si thon asaj kur veza qërohet, atë rapet edhe koha. Jo. Ku do të festoni nesër? Nesër, në vendin tonë të lindjes. Nga jeni ju? Nga keni ardhur? Ne kemi ardhur nga Gjermania, po jetojmë nga Korça jemi, nga distancë. Një urim me rastin e Pashkës. Gëzuar Pashkët. Krishti u ngjall, kjo është një lajm tani. Dhe ju uroj gjithë popullit shqiptar shëndet ketë, se është diçka që në varet vetëm nga ai. Dhe çfarë dëshiroj zemra. Gëzuar, shëndet e mbarësi dhe dashuri midis njerëzve. Keni marrë dritën sot, çfarë simbolizon? Kjo simbolizon dashurinë e Krishtit për njerëzit. Si do të festoni nesër? Si e keni traditë? Ne kemi që i festojmë në familja. E shpijem nishin për të pjekur, kemi marrë dhe bukë me qiqra dhe plus ato gjërat e tjera dhe e bëjmë në familje. Faleminderit. Ashtu si çdo vit, Korça mbetet një nga pikat më të rëndësishme të festimeve të Pashkës në vend, ku besimi, tradita dhe bashkimi marrin kuptim të veçantë. Shëndet dhe mbarësi për të gjithë. Si do e festoni ju ditën e nesërme? Shumë bukur në familje. Drita çfarë simbolizon? Drita simbolizon lindjen, ngjalljen e Krishtit. Shëndet dhe mbarësi për të gjithë. Në një atmosferë të mbushur me dritë dhe shpresë, besimtarët e çojnë këtë mesazh në shtëpitë e tyre, duke e kthyer Pashkën në një festë që bashkon dhe frymëzon. Edhe kur hodhen sy